Djersiteni gjatë natës, ja çfarë tregon kjo për shëndetin? Ju ka ndodhur ndonjëherë të zgjoheni në mes të natës dhe të keni ndërruar rrobat për shkak të djersës? Të gjithëve na ndodh që të zgjohemi të djersitur natën dhe pas artësit dhe kjo mund të ndikojë her pas here në shëndetin tonë. Gjithmonë djersitje gjatë natës lidhen me temperaturën e dhomës, pa e menduar se kjo gjendje mund të lidhet me disa probleme shëndetësore. Menopauza dhe teprimi i alkoolit janë disa nga shkaqet kryesore më të zakonshme, por në këtë video do të njiheni më arsyet pse çdo njeri zgjohet i djersitur. Risku për të prekur nga sëmundjet kardiovaskulare. Mosha e mesme është më e rrezikuar të preken nga sëmundjet e zemrës dhe djersitja gjatë natës dhe djerset e ftohta mund të lidhen me këtë shkak. Trupi juaj mund të jetë duke luftuar infeksionet dhe djerset mund të jenë për shkak të ndryshimeve të befta që pëson organizmi. Gjëndra tiroide, medikamentet e caktuara dhe sistemi i dobët imunitar janë arsye të tjera pse zgjoheni të djersitur gjatë natës.